fetar. Dhe Kosova ka qenë një vend në tranzicion dhe në Kosovën e lirë normal që doktor Shefshet Krasniqi ka folë, po edhe ka dhënë edukim, ka arsimu, madje edhe ndoshta për dikant ka qenë keq informim, apo keq edukim, apo ekstremizëm fetar, por na në atë kohë, kur kemi arë nga një shtet komunist, në një shtet me liri, demokraci dhe në të folur dhe në besim, edhe pse ka qenë ajo nismja e parë, edhe ka pas një vakum që ende si kemi ditë të ligjet edhe të drejtat, si doktor Shefshet Krasniqi, si Radio Maria, si priftërinjët zdia ka pas në lufta s'ka pas, të gjithë e kanë dhënë kontributin e vetë në mënyrat e veta. Prandaj, unë mendoj se rjetet sociale duhet nami përdor si mjetet të fuqishme, por e mora si mendim që më doli nga zotëri Avdiu, por dora e njerëzve të gabuar me misione të gabuara duhet jetë e kontrolluar.